Një tjetër debat i fortë ka tronditur shtëpinë e Big Brother Kosova, duke rikthyer në qendër të vëmendjes temën e moralit, gjuhës së përdorur mes banorëve dhe kufive që shpesh tejkalohen në momente tensioni. Këtë herë, përplasja ka ndodhur mes Tonit dhe Elionës në një bisedë që shumë shpejt u shndërrua në akuza personale dhe fjalë të rënda. Gjatë debatit, Toni i drejtohet Elionës me shprehjen thyese femër pa moral, deklaratë që shkaktoi reagim të menjëhershëm nga ana e saj. E revoltuar, Eliona ju kthye duke e pyetur drejt për drejt: "Më thuaj, ku e din ti që jam pa moral?" Duke kërkuar shpjegim dhe argument për etiketimin që po i bëhej publikisht. Në vend që të tërhiqej apo të qetësonte situatën, Toni vijoi më tej, duke përmendur një episod të mëparshëm që sipas tij lidhej me muhabetin e mbathjeve. Ai e akuzoi Elionën se kishte hequr mbathjet dhe i kishte futur aty ku nuk duhej, duke e përdorur këtë si arsye për ta gjykuar moralin e saj. Kjo deklaratë u konsiderua nga shumë si tepër e rëndë, intime dhe poshtëruese, duke kaluar nga debati në sulm personal. Eliona reagoi me indinjat, duke e mohuar mënyrën se si po paraqitej situata dhe duke theksuar se askush nuk ka të drejtë të gjykojë moralin e një gruaje mbi baza thashethemesh, insinuatash apo interpretimeve personale. Ajo e cilësoi gjuhën e përdorur si të papranueshme dhe poshtëruese. Jo vetëm për të, por për çdo grua që përballet me paragjykime të tilla. Debati u zhvillua në prani të banorëve të tjerë, të cilët reaguan në mënyra të ndryshme. Disa u përpoqën të ndërhynin për të ulur tonet, ndërsa të tjerë mbetën spektatorë të një përplasjeje që ekspozoi qartë ndarjet, tensionet dhe mënyrën se si loja shpesh kalon kufijtë e respektit njerëzor. Kjo ngjarje ka shkaktuar reagime të forta edhe jashtë shtëpisë. Në rrjetet sociale, publiku është ndarë mes atyre që dënojnë ashpër gjuhën e përdorur nga Toni dhe atyre që kërkojnë që të dëgjohen të gjitha palët. Megjithatë, një pjesë e madhe e ndjekësve kanë ngri